jam këtu, erdha më së fundi këtu për të shprehur solidaritetin tim me ata shqiptar që duhet të jenë shembull për gjithë shqiptarët. Prona mbrohet edhe me gjak. Prona mbrohet, pronën e kanë qenë shqiptarët, prandaj ja u marrin. Nuk ja u marrin se janë thjesht hajdut. Po kanë kuptuar që shqiptarët nuk e mbrojnë. Ky është vendi ku bëhet histori. Bëhet histori ta mësojnë gjithë shqiptarët. Çdo cop tok do grabitet, nuk do i ngelet kurkujt as i cop tok. Ktu njerëzit po tregojnë që janë burra dhe gra trima, po që mbi të gjitha besojnë Zot e besojnë pronë. Prona është e shenjtë. Ta njerëz treguan sot që prona do mbrohet me jetë. Çdo shqiptar do ta dëgjojë këtë prej meje. Edhe ata Roskovec që po bashkimula po ja u grabit. Dhe atje po ja u grabit fshatin komplet. Kështu po ndodh gjithë Shqipërinë, në çdo fshat, në çdo bregdet. Mbas marrë punë bregdetit do i shkojnë pjesës tjetër. Po nuk i mbrojtët me forcë, po nuk i mbrojtët me gjak. Nuk do i keni më këto prona. Ta nuk janë shqiptarë, ta janë shqipfolës, ta janë armisht. Ka thonë Vaso Çuprillović ka pas shkruajtur dikur. Do të armatosim banda serbe. Nuk do t'i paguajmë. Para do t'i gjejnë duke grabitur, duke përzënë shqiptarët. Kjo është qeveria jonë, qeveria Vaso Çuprillović. Nuk është këtu për të vjedhur, është këtu për ta shpopulluar, për ta larguar. Vjedhja është shpërblimi, siç e përcaktonte Vaso Çuprillović. Do të vazhdoni të mbështesni banorët. Unë do mundohem çdo minutë të jem këtu prezent, herë fizikisht e herë në Tiranë virtualisht. E kuptova shumë mirë që kisha bërë shumë gabim që kam marrë kaq vonë.